Të gjithë ju që jeni deputet të majorancës, të gjithë ju që jeni të gjithë ju që jeni deputet majorancës, keni votuar që të mos I hiqet imuniteti ish ministres që akuzohet për korrupsion për të hapur rrugën drejtësisë. Ju keni votuar gjithë edhe zoti Vengu që të mos I hiqet imuniteti. Kjo e delegjitimohet administratës publike. Jo pyetjet që I drejtojnë përfaqësuesve të administratës publike. Kur thoni si që bët në mënyrë të përsëritur sot, që nuk keni besim ke administrata, zoti Munçi dhe zoti Imçi, juve nuk po kritikoni një ministër apo një kryeministër. Juve po delegjitimoni shtetin. Sigurisht që askush nuk është kundër investimeve, as marrjes së huave në parim, veçse pyetja që më lindi mua dhe besoj duhet të ketë lindur gjithë kolegëve tjerë në këtë sallë, kur po referonte zonja zëvendësministre, është që pse pikërisht 22.5 milion, sepse ju thatë që ishte marrëveshje e parë për 15 milion dhe për shkak të situatës së krijuar nga Covidi është rritur kostoja. Tani në vazhdim të asaj që tha dhe zoti Imçi, ju thoni është rritur nga 15 është bërë 22.5, po pse jo 30, pse jo 40, pse jo 60? Në qoftë se për shkak të mungesës së shërbimeve të kumvendit zonja Denaj, ne nuk e kemi përpara këtë pasqyrë financiare për të gjykuar kostot, për të parë a janë të arsyeshme apo jo, atëherë I bie që ka përcyer një hallkë e domosdoshme përpara se të vim te procesi vendimarrjes, përpara se neve si deputet të na kërkohet të ngrëm apo mos ta ngrem dorën. Sepse në terrë dhe në errësirë që të votojmë këtë marrëveshje, mua nuk mjafton ajo që tha kolegu Vengu, që tha që nuk I besoni ju administratës publike. Jo, nuk I besoj. Unë besoj vetëm syve të mi dhe logjikës time, dhe sigurisht që nuk I besoj një administratë publike që ka mbi krye një qeveri gjysma e cilës është në burg. Nuk mund t'i besoj kësaj. Kështu që për korrupsion.